kemi mbështetur atë protestë vjetë, e kemi organizuar dhe do kemi reagim për atë pjesë. Megjithëse hetimet vazhdojnë. Do me thënë, së është në arrest shtëpie, kjo është një mas... Informacionin paraprak që unë kam, lidhet me faktin që video që është shuajtur te lokali, është dërguar për rikuperim jashtë shtetit dhe koha që po merr ka qenë më e madhe se afatet maksimale të paraburgimit, të cilat përcakton ligj. Pra, thënë ndryshe, gjykata e ka të pamundur të mbajë dikë në paraburgim te afateve të përcaktuara, që do të thotë, hetimet duhet kishin ecur më shpejt dhe video duhet që rikuperuar. Gjithsesi, në funksion të saj, ne jemi duke ndjekur të jesh e bindur, por edhe reagimi duhet të jetë proporcional në raport me ligjin. Pra, nëse jemi duke pritur... Pra, po ju atëre protestuat ende pa, le të themi, pa u zbardhur ose pa ditur se si kishte ndodhur. Jo, ne dimë si kishte ndodhur. Dakor, pra, po tani po më thoni po presim. Ju protestuat edhe pa pritur. Nuk thash atë, thash tjetër gjë. Në dijenin time, po të them edhe një herë, kam lënë një takim me familjaren e Eglit. Në dijenin time, video ka shkuar për të rikuperuar në një nga vendet partnere të Shqipërisë. Dhe çfarë ndodh pastaj? Rikuperohet? Në momentin që rikuperohet video, ajo bëhet pastaj pjesë e dosjes së hetimit dhe ngritjes ose jo të akuzës, që me gjasa në gjykimin tonë do duhet